Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshë të re moderatorja e njohur. Moderatorja e mirënjohur dhe ylli i mediave sociale Aisha Bërni kanë ndëruar jetë në mënyrë të papritur në moshën 24 vjeçare. Alisha vdiq pasi pati një atak azme në gjumë gjatë pushimeve të saj në Meksik më datë 2 mars. Ajo do të festonte ditëlindjen e saj të 25 të nesërmen. Vëllai i saj Charles ndau lajmin për vdekjen në Instagram. Unë vi me pikëllim të madh që motra ime e vogël ka ndëruar jetë. Ju lutem lejojini familjes kohë dhe privatësi për të pikëlluar këtë gjë. Charles ishte me motrën e tij në kohën e vdekjes dhe kjo gjë i ka tronditur të gjithë familjarët. Ai u shpreh se Aisha vdiq pasi pati një atak astme ndërsa ajo ishte në gjumë. Shkaku zyrtar i vdekjes nuk është bërë i ditur për momentin. Aisha ishte diplomuar në Universitetin Qendror dhe u bashkua YouTube-it në vitin 2013. Ajo bë virale pasi postoi parodi të Bad Girls Club në internet dhe fitoi miliona ndjekës në mediat e saj sociale.